Po nota e parë na shkoi pak ters për shkak të disa vonesave që ne i patëm në anën teknike, përgjithësia e jashtëzakonshme që ka ndodhur prom me publikun, me tonat publik që na erdhën mbrëm, sot po presim hala më shumë, sot jemi 100% gati, edhe i bëj thirrje gjithë ata që janë qenë mbrëm e që kanë pas ndaj hatërmbetje për shkak të gabimeve tona të vogla, sot me qenë pjesë e festivalit, se na jemi gati edhe jemi shumë të lumtur me i prit ata në festival sonte. Publiku ka qenë numër të madh dhe adhurues të rock muzikës, sidomos gjeneratat të reja, kështu që jam shumë i kënaqur. Ç'është vlerësuar organizimin? Organizimi është nivel shumë të lartë, muj me thonë nivel botnor. Krejt ka shkuar në rregull, me stage, me publik, me mikpritjen e Prizrenit. Minë albumin e 6, do t'i ketë spaku 10 këngë, treja, edhe me një kujdes të posaçëm rreth teksteve, rreth muzikës, me musafir, me muzikant më të njoftun shqiptari, kështu që kam qenë musafir edhe besoj që ky albumi i 6 kom i motivu edhe bendet e reja që me incizu albumet e reja, kështu që edhe rinia mu involvu, mi harru ato muzikat turbo folkit e çapodione që janë komerciale, që jam kundër tyre edhe gjithë jam kundër tyre.